Marrëveshja e qeverisë me Bashkimin Evropian për masat që lehtësojnë implementimin e ligjit për të huajt pa dëmtuar shërbimet esenciale për komunitetin serb, po interpretohet në mënyra të ndryshme nga njohës të dinamikave politike. Profesori universitar Basri Muja pret që masat të garantojnë zbatim në mënyrë të përshtatshme të ligjit për të huajt. Jam plotësisht i pajtimit që këto masa do të ndikojnë pozitivisht në integrimin e komunitetit serb në Kosovë, në integrimin institucional tyne. Sipas profesorit Muja, Kosova kështu tregon konstruktivitet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Zbatimi i ligjit duke bashkëpunuar edhe me komunitetin ndërkombëtar, me partnerët tanë, po mbi gjitha me komunitetin Pakic në Kosovë, veç se e mundson integrimin më të shpejt dhe e rrit besimin e këtij komuniteti në institucionet e Kosovës. Ndërsa ish-zëvendës ministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha thotë se qeveria bëri një kompromis me zotimin për aplikimin e masave të reja. Pra i vjen një farë zgjatje e afatit, një farë pezullimi i disa dispozitave të ligjit për të huajt, prandaj ky është koncesioni që ka bërë shteti i Kosovës, natyrisht me kërkesë të ndërmjetësuesve ndërkombëtar dhe ky insiston se pasi të kalojnë këto afate, nuk duhet të ketë shtyerje të reja. Pastaj që mos na gjejë situatë pas 12 muajsh përsëri që të kemi koncesion pas koncesioni, sepse kjo i bie një lloj diskriminimi të qytetarëve të huaj. Sipas tij, përkundër kundërshtimeve, ligji duhet zbatuar. Fshuarja e strukturave paralele serbe në Kosovë është pikë për të cilën dyja shtetet që marrë vesh në vitin 2013. Sidoqoftë ka ende institucione të tilla që vazhdojnë të operojnë në Kosovë, përkundër mbylljes së disave prej tyre nga autoritetet kosovare.